Vendburimi që ndërtuam është shumë i rëndësishëm për projektet tona që kemi zbatuar gjatë produksionit filmit Zbulimi i Thesarit. Ajo çka do të theksoja tani është niveli i pasardhisë ujit. Ajo që është procesi më i rëndësishëm dhe më kosto për trajtimin e ujit është pikërisht procesi i oksidimit kimik. Dhe askush objekt më shumë se diamanti i gjelbër apo smeraldi nuk mund ta kryejë këtë proces oksidimi kimik. Sepse ky gur që formohet nga ndriçimi i plot i rrezeve alfa dhe beta është shumë i pasur, ka forcinë 10 morf dhe arrin të deportojë në thellësinë maksimale. Patjetër, ajo çka është më e rrezikshme për njeriu është prania e mërkurit. Pra, ajo çka ne sot do të praktikojmë te ky vendburim është të krijojmë një kurorë mbrojtëse për zemrën e njeriut. Do të ndalemi shumë për sa i përket procesit 4 oksidimit kimik të trajtimit ujit pishëm, po kështu do të ndalemi dhe tek atmosfera që krijohet në një ambient sa më natyral në një familje. Për sa i përket këtij vendburimi, sot mund t'ju konfirmojmë se merr vlerën maksimale dhe më të rëndësishme për ne dhe për gjithë që do të kenë mundësi të punojnë me këtë vendburim. Pra, tani është momenti ku diamanti i gjelbërt bëhet pjesë dhe gjithçka është gati tani. Do të shohim procesin e oksidimit kimik, do të shohim efektin e pikërisht efekti bërthamor që shkaktohet nga rrezet alfa dhe beta. Ndoshta mund të kemi edhe një shpërthim të fuqishëm natyror në këtë vendburim, por e rëndësishmja është që tani po krijohet atë që ne inxhinierët ambientalistë i quhet shkuma. Shkuma nuk është gjë tjetër, por është papastërtia e plot në një zonë e cila është shumë e dëmshme për gjallësat, si për njeriu dhe gjallësat. Ndryshe ajo konsiderohet helm. Po këtë mund ta konsiderojmë në dy drejtime. Kjo mund të kthehet dhe në një trajtim kurues për njeriu. Pra, nuk është shumë i dëmshëm, por në raste të veçanta mund të jetë i dobishëm.